Jemi në muajin e bekuar të Ramazanit, muaj të cilin Allahu e veçoi dhe zgjodhi nga të gjithë muajt e tjerë, duke bërë obligim të veçantë punën e agjërimit dhe duke bërë obligim edhe shumë çështje tjera që ndërlidhen me agjërimin, që e konsideron si vendin ose institucionin në të cilin njeriu do të formohet, do të ndryshojë, do ta përmirësojë veten e tij. Esenca e komplet agjërimit është arritja e devotshmërisë. E Zoti i Madhreshëm agjërimin e bëri obligim dhe prej këtij nxjerrim dy lloj mësime. Çështjen e agjërimit si ibadet në raport me Zotin ton dhe çështjen e agjërimit si çështje që do të na rregullojë raportet tona me njerëzit e tjerë. Të jemi të sjellshëm, të dobishëm, të afërt, të kujdesshëm me njerëzit e tjerë është porosi kryesore, hynore, e cila buron nga libri i Madhreshëm i Zotit në Kur'an, nga Kur'ani familjar, e i cili libër neve na mëson udhëfimin e jetës tonë, na mëson sugjerimet, veprimet dhe hapat tonë në këtë botë dhe rahatin e kënaqësinë që dëshirojmë dhe doham të arrijmë në botën tjetër. Të flasësh për moralin në Ramazan, do të thotë të flasësh për një hap, një veprim të cilin njeriu duhet ta ketë në kujdes tepër të shtuar gjatë jetës së tij. Veprimet e tona gjatë gjithë jetës tonë janë të organizuara dhe ndërlidhura me njerëzit e tjerë, dhe si të tilla duhet të jenë veprime të matshme dhe të kujdesshme. Dhe asnjëherë më mirë se sa në Ramazan, ne nuk arrijmë ta kontrollojmë veten tonë, nefsin tonë, dëshirat dhe egon tonë, jashta këtij muaji të bekuar në të cilën forcojmë lidhjen me Zotin tonë, ndërtojmë raporte të shëndosha me njerëzit, duke pas kujdes të shtuar në raport me gjitha krijesat e tjera. Njeriu si qenie sociale e ka të patjetërsueshme idenë e ndërtimit të karakterit dhe personalitetit të tij me vlera morale. Duke pa kaq të nevojshme, Islami dha kaq shumë rëndësi çështjes së moralit, duke sjell Kur'anin si udhëfyes dhe sjellës të moralit, pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe gjithë pejgambert, Allahu i solli si udhëfyes të moralit dhe shembulltyr të moralit. Kur Aisha, gruaja e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, është pyetur se cili është morali pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, ajo tha se ai është Kur'ani, duke na adresuar dhe duke na bërë ftesë të gjithë neve që nëse dëshirojmë ta përsosim veten me vlerat e tona morale, atëherë ta kërkojmë atë në burimin e moralit në Kur'anin familjar dhe në mësimet të cilat rrjedhin nga jeta e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, mësime të cilat Allahu i Madhreshëm i bëri obligim, madje i bëri çështje të fesë, burim të fesë sunetin e pejgamberit alayhis salam. Ashtu siç njeriu ka nevojë të ushqehet dhe të përmbush anën fiziologjike të tij, ashtu edhe shpirti ka nevojë të rindërtohet, të riparohet dhe përmirësohet. Dhe ta shfrytëzojmë këtë muaj si mundësinë e riparimit të vetes tonë, personalitetit tonë, të rregullimit të raporteve tona me njerëzit e tjerë, duke pas në hatër dhe në konsiderat të theksueshme se njeriu nga ky muaj do del i begat me vepra të mira dhe shpërblimi çdo vepre në këtë muaj është shumë fish më i madh se sa viteve dhe kohërave të tjera gjatë vitit, dhe ta stimulojmë veten, t'i bëjmë vetes obligime që detyrimisht ta përmirësojmë veten tonë, në veçanti moralin, sjelljen tonë që nënkupton sjelljen tonë, raportin tonë me krijuesin, por edhe me krijesat dhe me vetveten tonë. Nga të gjitha veprat dhe adhurimet që njeriu është i përkushtuar dhe dëshiron t'i bëjë në këtë botë dhe ta rëndoj peshojën e veprave të tij të mira në botën tjetër. Ta kemi parasysh se Zoti i Madhreshëm çështjen e moralit të mirë e ka treguar si gjën e cila do të peshojë më së shumti në peshoren e veprave tona të mira në ditën e gjykimit. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në mënyrë të vazhdueshme bëri dua tek Zoti i Madhruar që ta pajisë me moral të mirë dhe nga ai ta largoj moralin e keq. Askush nga ne nuk është i sigurt dhe nuk di sa do të arrijë Ramazanin tjetër. Dhe askush nga ne nuk e di se kur do të jetë fundi jon i kësaj bote. Andaj ta shfrytëzojmë këtë muaj, këtë shans të jetës tonë, që ta përmirësojmë veten tonë, ta rregullojmë anën tonë të brendshme, e cila do të reflektojë edhe në anën tonë të jashtme, duke stolis dhe pajisë zemrën tonë
me vlera morale, edukative, fetare, si vlerat universale më të pranuara në botë dhe më të sigurtat dhe më të drejtat dhe më të përafërtat me natyrën njerëzore. Vlera morale këto të cilat do të garantojnë një paqe, një stabilitet në shpirtin tonë fillimisht, në familjet e tona, në shoqërinë tonë dhe në mbar globin në përgjithësi, sepse janë vlerat të cilat i solli krijuesi jonë. Allahu i Madhreshëm dhe gjithë morali islam ka bazë, ka esencë, ka lidhjen hynore e cila e bën më të veçantë se çdo lloj lidhje tjetër.